Ky emision mundësohet nga Podravka. Kur supa është e vërtet, gjithmonë kërkohet një pjatë më shumë. Në Kosovë çdo vit mbushen mbi 58 milion pjata me supë pule. Më shumë se 60 vjet traditë të supës së pulës Podravka, nga zemra zemrës. Mirë brava, shikus të dashtë të mistevini në epizodin e 9 të sezonit 4 të Pasion e Profesion këtu në Klan Kosova. Mos harroni se Pasion e Profesion mundësohet nga Podravka. E kemi pas një sezon shumë qartë, shumë argëtues, pasi që këtu i kemi tregarus shumë të njohur, shumë të dashtun për publikun tonë. Këtu e kemi pas gjatë këtij sezoni edhe do ta kemi edhe 2 epizode na kanë mbet këtë sezon. Dardan Gashin, Fiona Glavicën dhe Naser Rafunën. Fituesi, aplauz, faleminderit për publikun. Mirë mbroma. Sjeni? Mirë. Mirë fenomenal. Mirë shumë. Po fiton vendin e parë, vendin e tretë, vendin e parë, vendin e tretë, vendin e parë, vendin e tretë. Çai bjen plan për fund për këto dy. Çai bjen kjo në fund dytën. Jo, mirë, vendin e parë. Vendin e parë synojmë. Apo? Anisad. Okej, qa kemi po sot? Levreka? Levrek. Apo? Po, një specialitet e kemi me maestron jo me klën e po në kuzhinë, me kadajef, me të këshyrëm. Kështu mirë po do, kësi kadajef, ta qka o këta? Po. O, kadajef. Vesh është kadajef, kadafiano, është i Italis. Po, kështu që menaj që po fitoj, mos jam ninë. Vegeta. Është i pari, pra, Naseri me 26 pikë, të më thonë i pari barazohen, i kemë pas disa barazime në këtë epizod. Mirë, shka pra të Gjulio, e ka ndihmësin e ti, Gjulion, pra mentorin e ti, këto epizode Naseri. E tash, edhe koha për momentanisht është në vendin e dytë, e përthrasim edhe dytën në studio, Fiona Glavicën. Fion. 4-5 epizode e ki pas vendin e dytë. Mos ma kujto. Ki thonë mos du me marrë dytën. Po mirë, afri, 24 pikë, veç 2 pikë e largë Naserit, na kanë metë edhe 2 epizode. Po, qështu ka pak, i dyti shkon ka pak në të parin, a më pa bozo, që ka pak. Qëto e ki letë, në vërtet se e ki ende mendorin, po në epizodin e fundit, pra në 10-in, të këti sezoni kanë me përgatit diçka krejt vetë po ju majtë kërkësh. E që ajo, me siguri ka me konë pak ma fështirë dhe ma special, bile me pa. Ti e ma e mirë kështu ma mërmen jam vetë në që aty ki shansa ma shumë, je ka gja favorite. Po shpresoj. Hajde, veç përthojmë që sot nuk e merë mo vendin e dytë, shko? Inshallah, hajde. Vendin e dytë. Okej. është pra me i bishin, është Fiona këtu, po na kam bet me ftun në studio edhe Dardani vjen edhe i paftum. Ç'kemi? Dardan, ç'shi? Çe? Eftua vetën. Se kam një fark, më ty thash eftoj vetën vetë. Po, bash. Kove të fundit diçka si kemi punë të mirë me Dardanin. Ja, ta nis me Gjulin, në isha punë me Gjulin, e mësova shumë mirë. I bishin që ashtu që. Po. Me Armendin i kom posë gjithë mirë. Në shta në fundin ndreq me mu. Edhe të një me fitu. Nashta. Folim pas emisionit për fundit, po vëtë që ashtë. Më pa thonë kë një epizod, më ka thonë edhe shumë ja kam zonë për të madhe, më tha keka ishi po korruptaj, kam miqë ashtu, a kini pikuj, kini hajtë kalëzën pikuj? Unë për vetës lonë të korruptua një emision që kom fitu, e kom korruptu kekën. Po, s'kalëzën se të një smitan më emisione. 22 piki ki. Jem kalëzën a seri, në fakt. Apo, ha? Po. Që jam i korruptu shumë, ha? Seri. Të këshirë kush e korruptaj. 22 pika i ka i fundit, atë përshkojmë bashkë të Armendi, apo Armando që kemi pakzu në këto epizode. Takoni, kjo është Dardani, kjo është Armendi, apo njeni. A e mirë. Apo? E mirë, që keni me përgatit sot? File të vreket, ka me koni kombinim me patatet, edhe të zime dhe të shkushme, edhe me skampi me kadajf. Sa artë ka ra me bu peshë në këtë emision, do këtë njëherë, a 2 herë? Njëherë salmon edhe njëherë diçka tjetër, levrek, ha? Po, kam fëtu më 3 pikë peshkën, peshkën kam favorit. Kër e pash që ke peshkë, u gëzova shumë se vendi parë, vendi tretë, edhe dëshyrë thash,
E për qa edhe po pret që kemi kon veni para petash. Mos mi largu traditës, mos ju bo si pas traditës më hershme i bjen unë me kon veni par, plus peshkë në peshkën e kam për qefi. Edhe kur kem pas që kalu me peshkë, më salmën e kam marrë veni par. Kështu që u gëzova për peshkë, se mundësi e mirë mu këthy në altë. Në barazim, po barazimi për mu është fitore. Hajtë ka zëmni tash që shkeni me përgatit levreki, si pas S'kena pjek shumë, krasë që u Ka dik. që na i morëm, ka me filetun e herë, ato. Okej. E qëtu që keni? Tu ka da ifen, dhe rritë zbutet pak. Kadaif, ma mbëlsine pas këtë Kena me bo... Kadaifi, Me fije. fërgun e herë, me pastru, me fërgun e herë, me mështjel me kadajf, me fut në forë pak, sa më bo, ma i forë pak, ma këtë shtët. Unë është ta frutat e tetit, karkaleta, që se japeten. Heq këta dyqysh duke një pope i slartit si tamel. Kështu janë një farë gumë, një farë si haribë pashije heq. Qa si gumash, fort i pritej. Që të thash që kem ma rezikant fiturë, nëse e hupi, për shkak karkaletave kam. A keni folë që keni me përgatit? Apo dini? Po, e dim, përse dim. Edhe ju pas këtë kadaif, a? Po, levrek me Me kadajf. kadajf, me karkaleca e pëshirë me kadajf. Do më thonë, këtë pas këtë me po sene njëjtë. Mirë, Po, çfarë kena bo njëjtë. Okej, kur është sene njëjtë, e kemi malet me vërsu se në disa epizoda kur i bojnë këtë senet ndryshme, zdim kam janis, Bashkë. kanë me vërsu, dikush e ka të pjek, dikush e ka të gjallë, edhe nuk dijet pra ka mira. Do më thonë, i pështilni skampit karkalecat me kadajf. kadajf. E qysha qëtë një levrekën, a i qëtë një për mi levrek, ka Ja, një e levrekën. kena bo edhe një salot, në? Me sos gjingjin, Po, gjingje fe. me vaj, Krem biber, krem biber dhe vej. limon, Të ajo koncentron Po, nasi. edhe kollë lime. dhe lime. Edhe vaj, po. Ta e bluë normal, bëhet me pak I djeks. kemi me mesat, mos harani, Po. shikus dashtën që i kemi edhe me mesat e që ku kemi, për shembull, kanel, kurkum, këtë me mesat e maestro si keni këtu, curry, që keni me përdorë këtë herë? Që edhe një kanel dul. Kaj kena e bo. Okej, Sa të ka? karanfil, Edhe dhe bojnë qas pas ka, Levrek me bëni edhe sos. një curry. një sos limonit e kena me levrek. Limon kështu apëtën me bo, ta me limon fresh. Mas pari si më tha i bishi karkaleca me kadajf, thash, qysh me i bo dhe plus ma la mund dorë me i mbështjel. Tha, hajde mbështjel i ty, edhe mësosh. Thash, qysh me i mbështjelu në hera parë. Edhe ju pas këtë kadajf, Po, edhe ju keni skampi? po, karkaleca, kadaifi kemi gjithë, ne do përdorim dhe orizin perfeto. Okej, mire kemi këtu orizin. Do ta sillim në një mënyrë tjetër gatimi, jo se që jemi mësuar gjithmonë ka pezi e po pilaf oriz. Krem. Po do ta bëjmë kremoze, sa ta sillim ashtu komplet krem. Orizin do ta shpërblejmë. Tamon si risotto, që është kremoz. Jo. A ju? Do ta grim komplet, do ta bëjmë krem komplet. Po, a? Po. Kemi blu orizin, a? Do ta blujmë orizin. Që. Kemi dhe më të lehtë për ta konsumuar. Për beba. Po, për beba. E dita ku e pat qëllimin, Gjulio, e pat pas diçka të nxehtë, diçka të ftohtë, diçka të butë, diçka të fortë. Atë që kur bëhet kombinimi i katër me të qenë një fashie perfekt. Qatë orizin që e ke specifik për që dalën? Melmesa që keni me përdu? Të gjitha po ka shumë. Këtë ka pak, a? Këtë nga pak. Okej, keni këtu melmesat e maestro Me vegetës. kadaifin kena për mbështjellë karkalecat, edhe ato do t'i bëjmë marinimin, kadaifin do ta marinojmë komplet me erza, Okej. që të ketë sa më shumë shije. Qërek, ta kuzhinjerat pikan edhe këto pretendimet e veta që me bo pikan unë për veti me të kallëzu drejt, zakonisht kisha bo diçka ma tjetër, ma ndryshe. Po atër po do të një përmbajt që mënoj se mirë ke. Shije s'pako është e mirë. Një pyetje, sa kokra orizion një paketim? 46.000. 46.000, a? 46.000. 26.000 e ki gjeve? Sa ka po me gje? 46.000 me bo një sekund me gje një, i bjen diko 3.600 i bjen për orë, i bjen diko 3.600 për një për një 12-13 orë. Të bika min gje 46.000, a? Ma shumë, jo me shfarë 12-13 orë, 15 orë, po të vykan min gje. Mirë, që kur ki ngesh të bluza në bek, e më thonë, që është. Nasër, shpënish. Mirë vallajnë, mirë. Orizin, atakona orizin. Makona orizin, Po? me të kallëzu drejt, shke me krem, po më interesant. Ha?
Me oriz fitoj erën e kaluam. Do thonë pa oriz s'po mësh, ha? Jo, ti pa oriz duket se s'po ta qen nga një do. Mani perfetto, le më një shtu. Po, ti perfeton tash me veti dush për marrë. Po, ti japim edhe do me veti, se kemi sponsor perfeton. Po, dhe orizin e mire ka për ndrysh. Po, e ka orizin. Përdori edhe në shpe, jo për reklam, po një me përdori edhe në shpe, për ndryshë. S'kem nevoj as me glirë, as kur gjohë këtu nëherë, do dëvë keme qitë një tepsit madhe, me glirë, me hekë copat e këshia, tash me... Po, e hekë një kështë tang shpull, qo, bo, atë e shpull as për... Kem pas nga edhe këtu nërë si kemi një gjej, 46.000. Duhet përmandim edhe... Kema të jo, me dres që në hajtë. Jemi në Sant Andrea, kupton? Sant Andrea. Po? E lloji i orizit. Lloji i orizit. Është edhe i mirë, se është Risofino Sant Andrea. Domthon cilësohen sipas emrit, ke Caneroli, ke Arborio, ke domthon Basmati ka lloj-lloj, prandaj kanë emrat e tyre dhe ky është Sant Andrea, duhet me qasmos, se çështojnë në Gjilan ashtu çkas, nuk thonë qasmos për çkas. Domthon çdo gjë ka emrin e vet për këtë. Nëse? Jo, ashtu si tha dhe Dardani, me neve po fol ma gjatë, qëri. Ja ka nis. Që ai atje e buni. S'ka problem. Ky ma e ka marrë për shtëpisë të gatshëm. Ha. Sa problem. Sot i pas këtë punë kesh, Ne jemi kreativ, kështu që... Hajde, këta janë kreativ. Çuça kemi në dorë, edhe shkoni me njerë këtë kandidat tonë, duhet me shku te marketi unë ITC, i cilë kura mbanë të furnizum edhe gjatë këtyre korave të vështira, dhe më thonë, kur s'kemi hek për malë, shkojmë të marketi ITC, edhe të tregu grupë për mu furnizu me pëm, perime, edhe me përbërës të tjerë. 3-5 që i paske që aty. Mirë shumë. Që e ti morë ti? Fjërë? Gjithë shka. Qasmës? Qkas? Mos të qas peshë, të bre. Okej, i murë 3-5 qitë, ndonin me zveti pra 5 qitë. Ai, okej. Që? Se hime. Ta e bona atë. Eri që ku dashtën deri sa kandidat tonë një nduke i mlidh gjësende dhe përbërësit e tyre në marketin e të cëm edhe në tregu grup, na shkojmë me njëherë, me një blok të shkurtër të marketingut. Doni po punon vetë, po mentor, edhe thëshin pinimon mentorit të në kohën që, s'pinimon që, veç që pishet ven. Në më thonë... Veç në dem si ju ka bo Armando. Federekin e pas këtë bukë të në goti? Po, e këna filetu, tashtë s'kambit këna me pastru. Këto kadajifin e këna marinu, i këna qido me lmesit dhe sen e paklet përshën, nëse veç u zbut, tani këna me qitë bibera, po? Po, me lmesit gjitha ka pak. Tash këna me fërgun pak, ata sa me morë pasaj për tjela me kadajf. Patatet këna me qitë me zi, vish pak. Tani bojna me i fërgojna, ashtu të me konë pak ma krokante. Ujnë veç e pas këtë gati? Po, ujë është gati. Që tu keni me qitë patatet? Po, patatet. Qëto që tu i bo gati të Ardani, apo? Po. E s'kampit qysh keni me përgatit dhe njerë? S'kampit këna me fërgun herë pak, sa me morë në gjyrën. Pastaj këna mi pështjel me kadajf, edhe këna mi shtim fur, Okej, s'kampit edhe njerë, mi spjegu, dhe me thonë, për mu pastru një skampi, duhet mu marë, apo? I heket koka, edhe i heken këto lus patanash, edhe zora e trash, edhe një është zora e trash, e jashqitjes, që tu me një thik hin mrena edhe heket. Pa e hek që ato skampi metet i jethë, dhe më thonë gjithë që shdu një mja hek, dhe më thonë e hek një kokën, apo? Kjo është edhe një metode që përprovojnë, e heka mira jo. As dita. është edhe një metode ma shpejt, Hajde të këshyrim shpejt? Qërë? Okej. I pështjelën gjithë, qërë. Me piru, do më thonë imi, a e kemi edhe lus pat njëjtën ku. Edhe e qelë këtë, edhe ja hek lupsat njëjtën ku. Aha, që ashtu pja hek edhe zorën me njëra? Po. Okej. Edhe kokën. Zakonisht do vana kokën e lojna, puna edhe dekoret pak. Më doket ma bukur. Kjo është në mënyrë ma shpejt, të shtëpia, dikon... Po. Edhe zora do më thonë është i vi e zezë që gjithë qysh duni me hek. Mirë. Hajde shkojmë pra të tabelina e dytë, të Fiona. Unë Fiona s'jam o vlok. Shkojmë të e dyta, më falë. Hajde.
Fiona veç ja pas ka fillu, do më thonë me bo pështjelljen e sa u dasht mi majt nujt vlum kadajifin? Palkëshia kërpa keni? Në vaj, i keni majt, në vaj të nëzit, a? Ja, këto për më nënë. Kadajifin? Në shka, nujt vlum, apo? Dvakt. Nujt dvakt, i Po, keni det majt zvakt. zvutët edhe tash e meni me Pështjell, po. Qëta si ja pas ka fillu? Ja, bishat e ko për bishtë e anë edhe... A përdojnë. E gjumë bishtë, ndërmën hatë me një Tash kjo që bëhet, e në vaj, Okej. po në vaj, a përdojnë me konë temperaturë jashtë në madhe. Jo shumë të madhe. Ja dhe e len, që me thonë, një minutë, 2 minuta, mas shumë të... Vete shkuqët, se shetë si shkuqët kadaifi, dhe me e kuj E fort. tash që shtu kur të qitë një kadajifin, a keni me qitë që tu krype sene tjera, shka? Kadajifin? Kjo tash të bëhet sosi, a kërë, Kjo a në gjyrë përdojnë? në sos. Po, kjo në gjyrë, sos edhe... Qitë. Ja, e bën, e në gjyrë sos e hanë. Okej. A përdojnë... Në moment që dënë me hungër e në gjyrë Po. sos. Okej, ta kuptojmë pra, ta kemi të qarë. Këto e keni bo me vaj, e keni vaj në flojel që mundën me cilin mundën me bo. Pra, levreku bohet me vaj ma herët. Kena arzu pak vojnë se e kena këty... Po, e pas këtë mush, e pas këtë arzu, po mirë. Shqyqër që s'kem nevoj me blese, e kemi sponsor flojilin. Tash bëhet sosi të kek, Okej. Perimet për çka keni mi përdorë? këto bëhen për sës. Këto për sës, kjo salota bëhet marinohet me qësë, e kena dy lloj sosa. Këto me gjingjer, me vaj dhe kena këto me limon. Këto me limon e kena për levrek, këto e kena për salot. Këto me gjingjer e me këto kena për salot. Okej, u bo edhe spec pas këtë përdo. Mirë, të ta shohim pra se qëta shpe kemi shumë edhe avokado. Për salot, Okej. edhe domatin e kena, Aha. edhe rëgjëtit. Hajde pra të shohim çka po bën Naseri tash. Ju ai pas këtë pështill, edhe ju pas këtë pështill, veç ju keni shtim mrena spinaq. Kim? Udhë, Okej. edhe që kemi jetë tjetër udhë. Se tash në moment. Të vënë që ku e kemi kimin, dhe kimin e pas kem në Maestro. kokra. Po, kokra. Të vënë e keni qitë mrena hudër të blume. Më thonë është hudër e vegetës, maestro vegeta, edhe biber. Me këto pra i pas kanë qitë mrena, edhe spinaqin mrena. Do t'japim një skuqe me gjalp edhe do t'i fusim në furna. T'i bëjmë që Okej, këto keni mi futur. Edhe orizin është tuna e bo, në seri, Qysh orizin masë që e boni e blunja? po, më mbrapa. Tashin, në momentin që zihet, e kemi pastru nga midoni, Ta qojmë pak edhe në qohet pak lartë, që se veç... ashtu. Okej. Në rregull, e fikëm. Mirë. Shterohet ujë dhe kemi speciale. Të më thënë këtu veç qenë kanë senet gati... Okej. Levreke që e keni qitë para se me qitë këtu? Aty vetëm pak gjalpi kemi jetë, edhe jena të gatua vash derisa të bëhet krokante nga Të më thënë shumë ka dole me Jo, temperaturë veç të nga ullë. lëkura, do më thënë nga mish, nga pjesë e sipër, nuk do t'a gatuajmë fare. Do më thënë do gatuat veta vash avash. Veç ka lëkura, do më thëni, hiç s'keni me këthy. Jo, hiç fare. Okej, që e po ka Edhe me mos me prish mishin, kjo është ideja. Mos me prish mishin, sani kryesor. Pse se keni pështillë dhe tjerat? A qëta shkreti? Sa fillum? Avash. Sa fillum? Sa di pastroj dardani, sa të ashtu. Dardan do vazhdojmë apo? Po, nasër, që dërdoni atje? Qëre? Po dardani, më falë naser. Që Dardani pengu. Pas ka pru Naseri pak mirë, ashim nga të rove me mu. Bravo Naser. Keni s'lu mësu vlashke. Ka korruptu pak. S'ka lidhi. Nasër, s'ka lidhe. Që shje Nasër, e Mirë. Apo Mirë, lukë. fort. Me një Por e mundalisht në saro. Qa gëtë? Qajni të bojqë tash. I qëtë një pjatë me qanë. Po, pastrumi e këto që. I ka pastru dhe... Po. Të jënë të pastruara. Okej. Qka po bënë zhurën besat e, hajde të shkojmë të këqyrim? Hajde. Qajni të këpërzive shto? Sosi. Jeni të sosina? Përma me të madhë, si s'po t'nin! Sos! Qesim! Hajde të shkallëzëm një krejt që ka keni qinë qëtë sos. Limon? Limon, qep treja, Na mungon gjingjeri të... Gjingjerin, që ka gjingjerin? gjingjeri, ka gjingjeri vezë, është shumë i shnetshëm, shiku të dashtën. shpak se bëzë ka me shil. Duhet me qenë, se pas këm përdor asë njerë që ta. Edhe është i djekës. I pa na qetë, kaka, i thuni ju pa na qetë? Pa na qetë. Hajde, a më s'piqet shumë. Gjingjeri din më konë edhe i djekë, do një me pas kujdes. Shumë pak i qitë mëre? Jo, A përdojnë me atë vazhdo pjesën sa me- tjetër? Qëtë shtja po. Okej.
Super! Që sa mirë? Qëre sa mirë, se për duhet me bërtit. Jepi. Qëre, e ka njët madhe, njët vogël. Mundën me qinë dja shumë, ja pak. Dhe ka foka i ka. Se për duhet me bërtit, kërkoj folje. Qa me bo? Mira, fjo. Okej, shumë mirë. Shumë bukur edhe që të përshkan. Shkojmë pak. Të kthejmi të Gjulio dhe të Nasiri. Ja pra ka taj. Benefitet e gjingjerit, Gjulio. Dobit të gjingjerit. Gjingjeri? Edhe shka mundet më përdorë? Gjingjeri është një produkt pikant. I djekës, në më tonë? Që, pak në dirit. Edhe? Atëherë, me sa di unë, përdoret më shumë për sëmundjet kancerogjene, që pra ndalon sëmundjet kancerogjene. Okej. Është i shëndetshëm. Përdoret në çaj, përdoret në ata më përdoret në sos? Po, përdoret në sos. Përdoret e për detox. Okej. Mirë shumë? Pas ka ka goxha dobi tjera. Veç i pas ka shky, do më thonë pas kemi pas 3 karkalica. Po, 3. Sta kena mi Tre, përdoret? mos me ngarku shumë. 3. Okej. Jena të lënë që të marrim atë shijen e vet. Duke ditur që kokat kanë saltë mrena. Apo, shujnë ato? Po, kanë atë mëlçin, kanë produktet mrena, domethënë. Kry pas ka 3. Gjitha e ka. Këtë në kry, stomak në kry me posa. Po, normal. Do më posë në kry Po, stomak. po që ta thojnë, Gjitha në kokë i ka. jo në kokë, në kry, në sy e ka. Se kjo hanë thojnë synin e umtë. Që ta pa dhe ka të synin e unë kërkanici. O, Dardan, Shkemi, qëtove që pas këtë fërgua? po kena fërgu pak, e ka onë flakë. O, se përshë që janë të kuqe. Që këna të skush pak. E kemi përmend edhe në emisionet e kalume, përmendim edhe njerë se nuk dhem mu përsërit. Jo, zna. Përsëritja është nona e mësimit. Kur skuqet karkalecit, do me thonë veç i ka orë, do me thonë veç i kemi jep në zetë, do me thonë e kemi fërgu pak, se qashtu e në shën një pigment kuq, se karkaleci fillimisht do këtë ngjyrë hiri, po si t'jep flak, bot i kuq. Qështu i kuq si Dardani bot. Unë e karkalecim kom. Po, Po pak më ashtë një zemë kuqa. edhe stomakun e kin kry. Po, Edhe synin e undë, që shta Nasiri. Që aty bot qëtu, Magdanoz. Magdanoz. Magdanozin e ty e përgatit për... tash qyrim që kësas për do këtë interesant. Këto këna më bo sosin me Me kep të kuqe, Magdanoz. qëtë kuqe, Magdanoz, ka gjingjer. Aha, Kur përgojnë të mirë, është në do krem, i blujna. okej. Ka në shkojnë të rashtë. Qka ishte një hold? Po, ishte në altë. Okej, Edhe mirë. kjo është për në fund për mi... A keni haltën këto ofër diku? Qëtu e kemi edhe haltën, se halta mundet më shtu në plot llojet ushqimeve, pra përshen edhe me ushqim të detit mundet më shtu. Kemi haltën gjithashtu sponsor, do thonë jemi fatlum me këta sponsora që i kem. Dardani, krejt i din që tash, kujtuot ku ka ardhë, nuk dike as çka është thika. Qërë, kosh për s'ka t'i Tash kam mësu shumë. Ki mësu, e ki pranu, Po, da që ki mësu. kom mësu shumë. Kom fillu me dash para shumë kuzhinën. Plus tash ku di edhe me zbilu dëshije që si kum ditë. Për shembull, kom menu që pjur shia është veç një produkt. Pa sosa, pa mënyra shëpje, kështë përgatit. Në mos se kom ditë më herët qysh vjen që ke punë. Tash i mbo kritik edhe në vene tjera, dhe pak ma shumë o pjek. Shumë, te kesh marrë me buterë pak ma mirë, kesh marrë erë ma shije. Kështë që këtu këtë i kom mësu në pasion e profesion, nuk ma shumë përvojë mirë. Se i kom mësu shtu sana edhe kom përbesu përgjithsisht kuzhinën në shpe. Në më tash, ja kom impënu plët dhe sana që, po më që i kom për produkteve që i kom mësu këtu, për përftimin që i kom bëha dhe i kom përdojë në shpe. E shem finale që kom bëgati. Okej, finalja është shumë afer, pra. Kjo është epizodi i parafundit që kus dhe dashtë. Momentalisht janë me këto pik, me 26 pik i ka Naseri, 24 Fiona, edhe që kështu i ka 22 pik në vendin e fundit. 22 pik për 22 shfarëse, taman, hakikat. Qa si Naseri asë nuk më vynë, vlo. Me hak, Po hajtë për foli.
me hak I ka këto pikë. Po na kanë metë edhe 2 epizode, dhe më thonë, në këtë epizod 5 pikë I merr vendi I parë, 3 pikë vendi I dytë, edhe 1 pikë vendi I fundit, po në epizodin e fundit do të kemi ma shumë pikë pasi që të 3 kandidatë tonë kanë me përgatit diçka vet, pra poj mojt kërkush, poj në mu mentort e tyre. Qëre, kur e fiton venin e parë, edhe e din që e ke bo vetë, kjo dy e knatësi. Për dallim prej, adin e fiton venin e parë, po e din që 80% I ka bo dikush tjetër. Po menaj që aty knash na ma shumë. Tash këtu jemi të përgadit sosin, pju një maj edhe në pak, mos tuni që kom një mu. Buter, mill finesa. Limon, gjallë, mill finesa, do më thënë që kjo është sosi I këtëne. Këtu kanë misit karkalesa më tonë. Që e ti dash me bo me tomatina? Sallatën të në. Kemi mi fërgu, edhe na vim për salat. Shkë e vagël është, e modhe, për më nej. Po të vinë ma e madhe. Ma e vagël. Ma e vogël. Që e në zonë që po. E qëka e ti bo, veç në nxet me veç miruk në nxet I pa ka? Jo, me vështin vajmë. Hajde, qëfar këni me të bo? Okej. Dhe më thonë veç I shtini... Nësë të, s'ke nevoj më të kek. Qysh po kërcosin pa t'i gjona, që me njerë u qelen? Që, opa! Qëri tomatina që qelen në jarë. Shumë interesant, si kom po as njëherë, qysh duken në mbaj. Zakonisht që qesin nëj për mja hek lëvorën. Edhe? O ta mund që është? Që jo, nalja që do, nalja zë shumë. Cila është? Jo po. Nalja krej në dëshë, meshli. Okej. Shumë do më thoni pas këtë boa? Ja, mirë është. Mirë është. Jo, qëru. Qka na vynë këj vajtën I ma bunë? Për... Karkalet. Për karkaleca, po. Edhe, Dhe bo karkaletën kresme. Një bonë salat, se veç pas këtë përgatit, diçka salat. Salat gjelbërt, avokado. Hala, se kemi që. Ta shkanë sosi për zjetë, sosi kek edhe... Okej. Dhe më thonë që tu qitet që ky sosi, apo? Ja, ky sosi. Ky sosi këtu, se ma keni përzi diçka. Okej. Ky sosi këtu që ju bo ma herët me limon edhe me shka këtë tjetër. Me limon, me speskoq, me vaj, me një ve komplet, një dverë dves, ka gjëngjefel, ka limon, po, edhe biber. Okej, që kuj qitet për mi dhe më thonë avokadës edhe salatës. Veç që ka kështu. A mja qita? Që atë kek ta. A bën mja qita? Pa, që ku që një lukë. Hajde për hajde. Unë pja qesë... Ja bja lukë që, pa. O mirë. Hajde pja qesim sësin salatës. Nuk po shë. Mira. A mirë? Mira. Më po më na e Ose këna vynë të ashtë në melonë do për karkaleca për me gjyë karkaleca të vedën. Shumë I mirë koka I gjelë. Melona dhe do për me Na vynë për me gjyë karkaleca të gjelë, pak, do me kohë pak ma gjelë. Okej. Se karkalicave si kemi qita asë krypa, asë biber, asë kërgjo. Po mdokët, qëta që një të mi impresionon, po mdokët ki shansa këtë herë me nëzonë vendin e parë. Qysh s'kam shansë. Se veç vendin e dytë, na ki lukë na vendin e dytë. Thënë veç koka kry levreku, që e kemi pjekë, dhe më thonë, veç në lëkur. Se më thonë nuk o këthy asë njerë kështu në anë tjetër. O pjekë shumë ka dole, ose që shko qëmë me thonë Gjulio, avash të Gjulio. Ka dal. Avash. Orizin që e keni bo, që të kena keni bo bu. krem, ja ku e kemi këtu. Qërë sa krem. Atere, t'ju shpjegoj procedurën e orizit që e kena bo. Atere, në fillim do t'a shplaj mirë që t'i e heqim përqindjen e amidonit. Shplat edhe orizit 3-4 herë, duke e kulluar. Po, në ujë të ftohtë, a kupton? Pastaj, duke bërë një mas, atere mund t'ja tregoj edhe masën, teksa si e orizit që keni, do vini dorë nga sipër, edhe do t'a lejoni deri tek pjesa e kyçit. Ujin? Po, ujin, dhe pastaj do t'a zjeni edhe ka përfunduar. Në moment që ka pi komplet ujin, e ka përfundu zirjen. Edhe po t'a shikosh është e zirë tamam. Wow, kus pas kënë kërkur një shka t'il. Edhe i kena jetë edhe mrejna arë muskat, por i jedhim dhe sipër për aromë. Arë muskati? Po, që kemi nga maestroja. Po, maestro I ka arat e muskatit mundin me blerë në qese? Po, paketim bashkë me
Grirësën, ja ku e kemi. Bashkë me grirë se Të po vim ka. bashkë me grirësën. Ue, sa mirë. Në mënyrë që mos mundohesh me gjithë. Veç grisja bën sa bën. Sa paketimi edhe orat e muskatit. Shumë mirë, po vika me grirëse edhe i qetni mi oris. Tani për hekrin nxera 5 paret, po Mundesh me shit edhe për hekër. Shumë ide e mirë. Shumë ide e mirë. Karkalecat e mirë. Karkalecat janë duke u pjek. Ç'sheni ajni mirë. Mirë po thoj. Kishe unë po vjen marrë. Njëri ti ka rapa kokë, aty po hajtë, s'ka gjë. I po pra edhe karkalecat që kanë ty u pjek aty në furr. Në çfarë temperature i qet karkalecat në furr? 220, 110, 220. Kjo është. Edhe sa gjatë? Bon shumë shpejt. Vuajtë në teksasia, po bon edhe shumë shpejt. Maksimumi 7-8 minuta janë gati. 7 minuta gati, domethënë shumë shpejt po kryet. Përgatitën shumë shpejt, nuk ka nevojë për shumë përgatitje. Okej, po kryet edhe kjo pjot shumë shpejt. Tash edhe me përdor avokadon edhe një herë? Do bëjmë një salcë me avokado tash. Okej, ç'tash? Avokado edhe limon edhe portokall. Avokado, limon edhe portokall. Kjo është pra salca që kanë përgatit ekipi i Naserit. Edhe tavolinën e dytë pak të inspektojmë. Mirë, veç e pas këtë përzi do më thonë salatën. Shumë mirë për duket. Patligjonat janë këto të matinit. Që? Që ishtenëm edhe kadaifin. Ishtenëm në vojnë flojil. Në më thonë e manin temperaturë ma tullë, ju kujtohet që e ullëm pak temperaturë. Shtove që provuan, janë? Shtove që provuve që shpëdel, ha? Shumë i bukur për del ka. Një dy test. Se dash mja hek në shkash ato onë, ma i bukur edhe ke. Na vynë jeve në pjotë shumë e ko. Na vynë pjotë që ashtu. Pse i keni pështiru dhe blejkun? Jo, po dashte... Vivim fije. A vëdën në mënyra dekorime të mësh me bo që shdush levrejken. Okej, do më thonë me bo ma bukur më të kështu s'keni shti kur që mrena. Se tash të me thonë këtë s'ka hola heq. I kena hek me hola me krejt. Tash vesh mësh me morë. Me angër këtë lak. Edhe sa? 70 minuta gati. 70 minuta edhe këta e pas kanë gati me kry, edhe atje është duke u bo gati sosi të Naseri. Mirë, po e sheni pra shikus doshtën që i keni 3 mënyra që është me përgatit dy sendet në gjajshme, pra karkalecat, 3 sene, karkalecat, kadaifin edhe levrekin në 3 mënyrat ndryshme, i këshyrni që është me përgatisin këta, edhe mundin me këshyri emisionin përsëri, pra me përsërit edhe në rjetët tona sociale, mundin me këshyri në Facebook, edhe në YouTube. Pasione profesione gjeni, kjo është epizodi 9 i sezonit 4, ato hini edhe këshyri këtë që kanë përgatit, cila recet ju duket maj mira, e provoni edhe në shpe, po mundeni mi provu edhe trijat, na i det njonën, i det tjetërën. Oke, tash veç ja kemi njës dekorimin këto. Super! Shumë bukur. Avokado shumë. Qëto avokado sa ma shumë, dhe më thëmë pas kam edhe një ndyrë shnetshme të avokados. Super, hajde. Dardan, qyshi o dardan, dardan. Gati e pas këtë kry. Po të ludna, vlash, të ludna. E qëtu që ka dardan? Ato ka patate me vezë. Patate i kena bo në rend. I kemi zi, i kemi bo rend, po në rend. Edhe i kemi qitë vezë. Edhe parmezan pak parmezan pishetni karkalecave që i keni bo me kadaj. Bukur. Edhe këto keni qitë patate. Ato patate që i kena bo atje, patate të erëzime. Tani vo edhe parmezan. Edhe bohën ta mos me pak ashtë krokante, së përë gjullia. Krokante, ju kemi spjegu edhe në një epizod, njënin prej epizodeve të kalume që krokante është fjollë në gjuhën frënge. Krokante i bjen e fort, dhe më thonë, kur kafshohet, që bën kërc kur kafshohet, si chips. Dhe më thonë që ajo është fjolla krokant. Të një enzime të ashtë bën krokant. Dhe më thonë fjolla krokant si shumica e fjollëve ndërkombëtare, shikus dashtën gjuhëve të uja është për Shqipës, krok. Dhe më thonë, kur të kafshon përën krak. Që kjo është, pra, për Shqipës këtë fjollë t'jënë. Parisi, pse e ka emrin Paris? Pse është i pari, qyteti më i mirë, Parisi, ja, vederi, këtë Shqipjon. Meditimi është medit, dhe më thënë renë, mediton edhe dit. Washingtoni e konë qytet i vashave. Po, Prishtina, që i bjen Prishtina? Jo, së është e presht Prishtina. Shuj, sa më lesë për Prishtinën. Okej, Prishtina, veç Prishtina si shpe Shqipës. Sa më bëllë, s'ta mi mudës.
Që të dësomi mundë të po Stambulli? Stambulli, po që aty o konë Stambulli. Vjena është njerës të vinë aty në Po, Vjenë. vinë. Maqëdënia është mashton. Ik mashton. Gjermania, Gjermane. Që Gjermania është, je? Bukureshti bukur është, qyteti bukur pra. I bukur është. Londra, do më thonë e ka lumin aty, e ka temzën. Londra është ku shkojnë lundrat pra. Po. Okej. Wow, s'jam ty mujt me folë shumë, diçka si s'di, vetë një farë, vetë... Okej, këtu veç jemi duke bo... Ko ka kry? Ku e qëtë një levrekin anësh, ha? Levrekin tash e sheti dëkur, ama lukën. Hajde, jemi Loj. se nuk kemi shumë emision. Ama fjon mirë. Për bukuri. Tash edhe këtë sosin që keni me gjalpë dhe me limon, ja shesim anash, copat e limonit. Hop. E levrekin? Kuja qatë? Mirë, që kjo dhe karu kry, edhe levrekin e halet. Levrekin. Shpejt, se mështëria po presin me pa durim. Shpejt, levrekin e qesim mbi copat të limonit. Dhe ja pra, shënoj, i bishi, si një sulmuës si vërtet, shënon një gol. Veç edhe një karkalet se kena u kry. Edhe një karkalet se kena dhe u kry. E shojmë pra në fund se si do të duket edhe kjo pjatë. Naseri dhe shko ka të e blu edhe sosin. Po salcën. S'mundë me folë sa kjo e lëshume. A u kry salsa? Po. Hajde pja njësim dekorin. Okej. Hajde pja njësim dekorin. Mobe nëse... Ja u kry. Humar qasti. Humar qasti. Që, 2 dorza i shkjeva që thaj 3 po këpucat e sa në zona. Edhe une që. Mirë, qa u bojmë tash me salcë? E qesim pra poshtë. Qashtu. Hajde pjona në të vjene para me prezentu edhe pjatën e saj. Shumë me paske. Na mush, tha të vyndim se pas këtë mush shumë. E kemi mush shumë se jemi 3 veta, këtë kemi me ongër ka një copë. Okej. Prezentona pjatën. Kjo pjata jonë ka 2 sosa, fillimisht. E ka një sos pak ma të kuq, një pak ma të bardhë. Okej. Ka karkalecat që janë me kadaev, që vetëm i kemi fërgu. Këto karkalecat janë me këtë sosin që shkojnë. Ky sosi ka një ve, e ka një gjys veje dverdh për bjanë, ka limon. Me këtë sos karkalecën e për merë. Me këto shkëm. Ka vaj. Okej, ka vaj, ka krep, biber, ka spec të kuq. Sosi tjetër ka limon, ka miell, ka buter, dhe kurrë tjetër nëse s'harova diçka. Peshqit vetëm i kemi... Po, ka, hudër pluhun ka. Se po përse ndihet shumë hudra. Ka vetëm pluhun. Peshqit vetëm i kemi fërgu, edhe i kemi marinu vetëm me krep dhe biber, i kemi fërgu vetëm me vaj. Ajo salata, ka salat gjelbërt, ka avokado, domatinat janë të fërgume, edhe janë të përzime me këtë sosin e kuq. Peshku që e përgatit mirë, karkaleci me kadaifin është okej, se është edhe krokante, nuk është ashtu e butë. Vretja kam vetëm tek salca që ke bu me limon, që është kjo salca e bardhë me limon, po. Limoni ka i thtuar shumë pasi ke gatu bashkë me lëkurë, ke copën. Do t'i ke shtrydhur edhe lëng, edhe e ka i thtuar pak si salcë. Është dash vetëm ta hedhësh limonin edhe ta heqësh pastaj. Po ose mund të përdori vetëm lëkurën e limonit. Dur të mu thafshim se kom përdor limonin.
Po jo s'kish pas tepër limon, po I kemi zi me limon, e nështë ta pak ma tepër ka marrë shijet limonit, po prap u barazoj se peshku me limon shkon. Faleminderit edhe njerë Fionës, ka dalë nësër se me bo mërzu. Shumë thjesht, është me bo mërzu e nëzën vendin e fundit. është bo file, Shumë është prej tigan, dhe me thonë vetëm kjo pjesa e lëkurës është e pjekon, kjo tjetra është zive të vetiju, është e qerume normal. Me kadajef janë mështjel, në tigan. Ky sos është pe finok, është I blum me avokado, me lemon. Mirë. Veç kjo kadaifi shumë I fort. Kadaifi shumë I fort, po thotë. Nuk u kanë komenti duhen, spajtona. Kadaifi do të me konë ma I thatë, është me konë krokant. është mirë shky. Po, mirë është. Krokant. Po bën krok. Po ta po të po. Se po kom me do qërë për shumë të orizi që është... Zim kjo shumë kombinimi mirë, se po të vjen edhe e thatë, diçka edhe e butë. E tash është koha për Dardanin. Dardani na vjen me llojin me ti të përgatitjes së levrekut. Ha, Dardan se metëm ty të prit, që sojemi ty të prit. Po të lutna. Për sajnë e mitë është në prit. Okej, këtu kemi levrek. Hajde Dardan prezentoj ti me. Ka levrek, ka patate me vezë, edhe karkaleca me kadaef, kranç, dvome, edhe salca me qep. Edhe salca me qep të kuqe, edhe magdanoz, gjingjer, edhe hall pak. Limon normal. Ta është këtë përbërës që kam qef me kalëzuar mënë se... Në mami ta mojnë pak sekretë. I bish, a da më da bu dhe kryvë, kështë dë njështë në vetë. Biber, paska. Një ta është këtur. Qa? E ke lënë shumë tigan apo... Jo, mos e kam lënë shumë tigan qafër. Se po vjen si herë pak e djegu kështu. Jesë mu gjyre, shëke. Jesë mu, kene që mu. Ka Covid, ju da. Perfekt, gjithmonë. Për me? Po? Kur gjo asë një koment se po... Perfekt e ki. Apo të më përtu me Dardanin. Bravo, Dardan. Bravo. E veç qështë e kam bëgjen shumë, ashke. Se po edhe I sinqert, apo të në edhe më më përje sakt. Qysh do me thonë tash bashkë kur tha perfekt I sinqert, a? Duhet më u gatu më shumë qeba. Aldun që të kombinosh atë shien. Sepse impakti parë, kur ti konsumon salcën, direkt është shia e qepës, pastaj vazhdojnë e fundit fare është ajo e gjingjerit, më kupton? Unë s'po kam qenë me zgot, unë 5 pike është rep. Aty në dëve ka një. Pataten, ato kroketen e patatës që e ke bo aty, duhet t'i jepsh edhe një marinim, se nuk ka shie, më kupton është... Okej, I kemi dy mendimet ndryshme. Debati ende vazhdon, e tash para se me vazhdu debatina, I lusim kandidat tonë që me lëshu studion. Natën e mirë. Mirë. Shkun edhe kandidat tonë, tash bishpëllojmë pak me ujë alkalin. E kemi vëshdut me përmend ujnë se një me është ujë shumë I veçantë se e ka pH 9, do më thonë aciditetin shumë tullët edhe ndimon për ullit aciditetit në trup. Është I mirë edhe për zirje, po edhe për... Me pi, po. Më ta ik limuni. Me pi. Mirë, tash unë më I mjë shërby juve të qesim këtu se kjo gotë bën edhe për fini mini, për këtë supën instante, pra që përgatitet për 2 minuta, edhe për... Sa shpete qovi edhe menten pa. Qaj, pro, më sarani pra supat fini mini mundën me përgatit si qajnë, dhe më thënë veç që qitë një gotë, me ujtë vlumë edhe përgatiten për punë, sidomos kur jeni në punë edhe s'keni vakt me dalë edhe kur dilni zakonisht hani së nëndviqa edhe sanet thota, kështu që është shumë mirë mundën me përgatit veç që qitë një gotë me ujtë vlumë, po I kemi edhe qajat e podravkës. Më sarani se pasion e profesion mundësot nga podravka, e tash na kemi me vendosë se kush e fiton episodin e sotëm, kush e nxen vendin e dytë dhe kush të tretin. Më sarani se 26 pik I ka na seri momentalisht, 24 I ka Fiona dhe 22 pik I ka Dardani. Na kanë bet edhe 2 epizode, kthehemi me njerë pas një bloku të shkurtër të marketingut. Erdhëm edhe të fundi I episodit të 9, episodit para fundit këtij sezonit të Pasion e Profesion. Këtë epizod, vendin e tretë e ka...
Naseri. Morë vesh. A që me bo? Mrapa. Mrapa. Su me dalë për para. Su me dalë. Ma në fund se na ka lodh, vish venin e pare merk, edhe vish më këshirë kështu simfore dhe mek, a dyti na peta? Po dihet. E si e ka marrë venin e tretë, thash, jej, bile qëtash. Kurse në pozitë të parë, a është Dardani apo Fiona? Dhe këtë herë, vetëm për herë të dytë në këtë sezon, në vendin e parë e merë Fiona. Jej, ma në fund, brës. Qa kom hek. U gëzova si me fëtu vejnë e parë. E para që e thymë këtë fatraditën e nemon, i pari, treti, dojle vend dytë, është sukses, se më fatë po vend i dytë, ma më pisë se vend i parë. Se të parin e mërë të qysh, dytën e pa ta ku qitë keqë. Kështu që besoj që në finale kom i fëtu krejtë, se tash manë se ju thy këtë tradita e të pari, tretit, e kam rejnë medalli pari, kështu që në finale i bje medalli pari jone. Që dhurata pra trofeo, ma në fund e morë dhe një fantastë. Ishte vendimi shumë i përafërt, sidomos për vendin e parë dhe dytë, po kështu vendosën juria, dhe më thonë, i pate 24 pikë në Fionë, edhe tash i ki 29. Oje. 29 pikë. Tash jenë në pozitë parë, dhe më thonë, 29, 27 momentalisht i ka Naseri, kurse 25 pikë i ka Dardani. Shumë është afer, pra kemi mbet shumë afer, kemi mbet shumë mirë edhe për epizodin e fundit, pra, që është epizodi i ardhshëm, pra finalja e madhe, ku kandidatë tonë, pra me këto pikë, do të përgatisin diçka vetë. Edhe për këtë përgatitje që e bëjnë vetë, e kemi si sezonet e kalume, pra, në epizodin e fundit kemi 2 fish pikë, pra vendi i pari merr 10, vendi i dytë 6, edhe vendi i tretë 2 pikë. Të më thonë, kanë mundësi se cili për jush me fitu në epizodin e fund, kemi mbet ende shumë ofër. E na shihemi të dielën e ardhshme në Pasion e Profesion. Të mundësuan nga Podrava ma në fund, u gëzu dhe Fiona, u gëzu më dhe na që e mori vendin e parë. Natën e mirë. Ma në fund, livrita për i vendit dytë. Që tash ja kam njësë me shpresu që moj, ka mundësi dhe të fundit me fitu se janë nisi pak më hecë fati po më duket. Se deri që tash vendi dytë, mo tepër më ka po thesha, hajde mo të marrë vendin e tretë së shumë, po jo, ma mirë të parin. Ky emision mundësohet nga Podravka.